Çfarë ndodh me trupin tuaj nëse nuk merrni diell të mjaftueshëm? Kur ekspozoni lëkurën tuaj ndat diellit, trupi juaj fillon edhe prodhimin e vitaminës D, e njohur si vitamina e diellit. Vitamina D luan një rol shumë të rëndësishëm në funksionet të duhura të shumë organeve dhe indeve të trupit. Sipas një studimi të kohëve të fundit, pothuajse 40% e amerikanëve përjetojnë mungesë të vitaminës D. Njerëzit të cilët e shmangin të qëndruarin në diell ose nuk marrin një sasi të mjaftueshme të tij, mund të vuajnë nga pasojat të ndryshme. Në këtë video do ju sjellim disa nga simptomat më të zakonshme të mungesës së vitaminës D, që mund t'i shikoni se çfarë ndodh me trupin tuaj nëse nuk ekspozoheni mjaftueshëm në diell. Kockat do të dobësohen, pasi vitamina D është e rëndësishme për përthithjen e kalciumit. Mund të keni më shumë deformime të këmbëve, probleme të zorës së trashë, probleme të lëkurës, depresion, dhe ç'është më e rënda, edhe shtimi i kilogramëve të tepërt në trupin tuaj.